Dalin në dritë të tjera detaje nga vrasja e biznesmenit italian. Një ditë më parë në Tepelen, policia dyshon se shkak është bërë një debat për dritat e makinës, ndërsa ka shpallur në kërkim disa persona, mes të cilëve beson se është edhe autori. Televizioni Klan siguron pamjet para dhe pas ngjarjes së ndodhur pak ditë më parë në Durrës, ku një 51 vjeçar u gjeti vrarë me thikë në banesën e tij. Autori dhe viktima dyshohet se pak para vrasjes shkëmbyen mesazhe telefonike mes tyre. Partia Demokratike ka vijuar edhe sot negociatet me partitë aleate për gjetjen e kandidatëve për kryetar të 6 bashkive që do shkojnë në zgjedhje. I mandatuari i demokratëve Flamur Noka thotë se prej bisedimeve përjashtohet vetëm me majta radikale. 760 milion euro investuan të huajt në vendin tonë gjatë gjysmës parë të vitit 2025. Sektori më të rëndësishëm mbetet ai i pronave, ndërsa më shumë interes kanë shfaqur shtetasit nga Italia, Turqia dhe Austria. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2025. Dash vlerëson ndikimin e turizmit dhe ndërtimit në rritjen ekonomike, por rendit korrupsionin dhe paratepista si problem thelbësor për investimet. 2 persona vranë dhe disa të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë dhe vënjes së zjarrit në një kishë mormone në Michigan të Shteteve të Bashkuara. Autori dyshuar u vran nga policia. Presidenti Trump e quajti sulmin të tmerrshëm. Zonja dhe zotrinj mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Kanë dalë në dritë të tjera detaje nga vrasja e biznesmenit italian Edoardo Sarki një ditë më parë në Tepelen. Një konflikt i çastit për dritat e makinave dyshohet se u bë shkak i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki, që u ekzekutua nga një person ende i pa identifikuar mëngjesin e së shtunës në zonën e Salaris në Tepelen. Ky dhënë ka dalë nga deklarimet e 3 miqve të biznesmenit që së bashku me të kishin dalë përgjigje me 2 makina Forestrat, kur janë përballur me vrasësin në vendin ku u regjistrua ngjarja. Burime pranë grupit hetimor i than televizionit Klan se fillimisht autori, i cili dyshohet se ka qenë vetëm në makinën e tij, ka debatuar verbalisht me viktimën dhe miqtë e tij. Më pas situata ka përshkallëzuar. Nga sa mësohet, vrasësi ka qelluar 3 herë nga distanca, ku një prej plumbave ka kapur biznesmenin në këmbë, duke i qarë arterien kryesore, çka i solli më pas vdekjen. Policia dhe prokuroria dyshon se vrasësi ka qelluar pasi edhe nga pala e viktimës ka patur reagim, por edhe për faktin se biznesmeni italian Edoardo Sarki dhe miqtë e tij kanë qenë të pajisur me armë gjahu. Për identifikimin e autorit, policia ka shpallur në kërkim policor disa persona të cilët do të pyeten për ngjarjen, pasi ka dyshime se mund të kenë dieni. Mes tyre mësohet se është edhe vrasësi. Ky i fundit ka dyshime se pas krimit të rënd është larguar në drejtim të Tepelenës. Edoardo Sarki, 44 vjeç, për vitesh ishte zhvendosur në Shqipëri, ku kishte edhe biznesin e tij, një kompani për prodhimin e tullave, me seli në Tiranë. Viktima ishte e apasionuar pas gjuetisë dhe shpeshherë dilte për ta ushtruar atë së bashku me miqtë e tij. Vrasja e biznesmenit italian në Tepelen ka tërhequr vëmendjen edhe të mediave italiane. Mediat italiane i kanë kushtuar vëmendje vrasjes së biznesmenit Edoardo Sarki, i cili u gjeti pa jetë në Tepelen, me disa pikpyetje që thellojnë më tepër misterin e nis shkrimin media italiane Corriere della Sera. Me siguri e vranë, ndoshta u qellua aksidentalisht gjatë një udhëtimi gjuetie, ose ishte një vrasje pas një sherri dhe u godit me një lev ose me një gur, shkruhet në një artikull të gjatë. Media italiane shkruan se sipërmarrësi ishte një gjuetar i pasionuar i cili frekuentonte shpesh zonat malore të qarkut të Gjirokastrës. Ai darkoi në shtëpinë e familjes Braçe, me të cilët ishte partner biznesi. Pas darkës ata dolën së bashku për gjueti, ku biznesmeni italian drejtonte një makinë tip Volkswagen, ndërsa të tjerët një Land Rover. Në vendin e krimit thellohet akoma më shumë misteri pasi gomat e makinës janë gjetur të shfryra. Gjithashtu janë gjetur gjurmë gjaku në asfalt dhe jo në brendësi të makinave. Sipas mediave italiane, në polici janë dhënë intervista kontradiktore nga anëtarët e familjes Braçe, të cilët deklarojnë se u shfaqin papritur persona të panjohur dhe qelluan në drejtim të tyre. Një prej anëtarëve të familjes i tha uniformave blu se gjeti italianin të vdekur në rrugë, ndërsa një tjetër tha se vdiq në krahët e tyre. Televizioni Klan ka siguruar pamjet para dhe pas ngjarjes së ndodhur ditë më parë në Durrës, ku një 51 vjeçar u gjeti vrarë me thikë.
Këtu janë pamjet e fundit të 51 vjeçarit Valbon Beqiraj para se të vritej me thik mëngjesin e së mërkurës së shkuar në Durrës. Siç shihet në videon e siguruar ekskluzivisht nga televizioni Klan, viktima i cili mban një çantë në krah i drejtohet banesës së tij rreth orës 9:30 të mëngjesit. Në dorë ai ka celularin, me të cilin po komunikon me mesazhe. Burime pranë grupit të timori than televizionit Klan se në atë moment ka qenë duke shkëmbyer mesazhe me autorin e krimit Taylor Tivarin. Vetëm pak minuta më vonë, ky i fundit ka shkuar në banesën e viktimës, ku menjëherë ka dyshime se është konfliktuar me të, e më pas se ka goditur me thik disa herë duke e lënë të vdekur. Pasi ka kryer krimin, kamerat e sigurisë në zonë kanë fiksuar autorin teksa largohet. Ai ecën qetësisht dhe në dorë mban një rrobë në përpjekje për të mbuluar fytyrën. Pikërisht këto pamje, por edhe mesazhet në celularin e viktimës kanë ndihmuar hetuesin në zbardhjen e krimit të rënd, ku veç autorit Taylor Tivari, në pranga u vendos dhe një shok i tij që e dërgoi me taksi në banesë. Të dy ata janë lënë në burg nga gjykata e Durrësit. Sipas hetimeve të prokurorisë dhe policisë së këtij qyteti, ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, me autorin që kishte shkuar në banesën e viktimës për të blerë lëndë narkotike. Pas kërkesës së autoriteteve shqiptare, gjykata në Brazil ka urdhëruar arrestimin e Ervin Matës si person i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Ervin Mata i shpallur në kërkim nga SPAK tashmë kërkohet të arrestohet edhe nga gjykata e lartë e Brazilit, po për trafik droge. Lajmin e bëjnë të ditur mediat vendase atje që ndër të tjera raportojnë se urdhër arresti është miratuar pas kërkesës së Shqipërisë për ekstradimin e tij, pasi ka informacione se Mata fshihet në Brazil, po sipas tyre ai dyshohet se është i përfshirë në tentativën e trafikimit të 69 kg kokainë nga Sao Paulo në Valencia të Spanjës. Ai konsiderohet nga SPAK si organizatori i një grupi të strukturuar kriminal, të zbuluar nga prokuroria e posaçme në nëntor të 2023-shit, fal zbërthimit të komunikimeve në Sky ECC. Konkretisht bëhet fjalë për një grup i cili dyshohet se ka trafikuar sasi të mëdha kokaine nga Amerika Latine, përfshi këtu dhe Brazilin drejt Europës. Emri i Ervin Matës u përmend për herë të parë në ngjarjen e ish-bllokut ku pas përplasjes me Ervis Martinajn, mbeti i vrarë Fabian Gaxha. I mandatuari i Partisë Demokratike Flamur Noka ka vijuar takimet me partitë aleate për të gjetur personin e dur që do të hyjë në garë për Bashkinë e Tiranës. Pas takimeve me Fatmir Medion dhe Agrondukën, i mandatuari Sali Berishës vijoi negociatat me partitë e tjera aleate të demokratëve dhe të dielën, në përpjekje të gjetjes së një kandidati për opozitën në betejën për Bashkinë e Tiranës. Por afro 30 minuta, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka u takua me drejtues të Partisë së Lirisë. Pavarësisht se në negociata nuk është propozuar ndonjë emër konkret, numri 2 demokratëve tha se brenda pak ditësh opozita do ta ketë gati kandidatin e saj që do të garojë përballë Manastirliut. Çështje ditësh dhe do të keni kandidatin e opozitës. Për të pasur një mbështetje sa më të gjerë në zgjedhje, emri i kandidatit të opozitës do të diskutohet edhe me mundësinë e Agron Shehajt si dhe Adriatik Lapajn. Përjashtohet vetëm e majta radikale e Qorrit. Pjesë e negociatave me aleatët nuk është vetëm emri i kandidatit për Bashkinë e Tiranës, por edhe ai për 5 bashkitë e tjera, Vlorës, Beratit, Tepelenës, Sërrikut e Matit, ku pritet të mbahen zgjedhjet e pjesshme lokale. €760 milion kanë investuar të huaj në vendin tonë gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, sektori që të roqi më shumë vëmendjen dhe investitorët është ndërtimi, ndërsa shumë interes kanë shfaqur shtetasit nga Italia, Turqia dhe Austria. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, investimet e huaja arritu në €760 milion nga €751 milion që ishin një vit më parë. Shifra tregon një rritje të vogël, por e mjaftueshme për të mbajtur Shqipërinë në hartën e interesit të investitorëve. Më aktiv kanë qenë italianët, turqit dhe austriakët, ndërsa gjithnjë më shumë po rritet pjesëmarrja e investitorëve nga Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zvicra. Fluksin më të lartë të investimeve ne shikojmë te Kosova, e cila vijon si një ritmik e tillë edhe në raport me vitin 2024, si një fluks investimesh në vlerë pastaj absolute, janë vende të fqinje. Pjesa më e madhe e fondeve është orientuar drejt pasurive të paluajtshme me €149 milion vetëm në 3 mujorin e dytë. Pas tyre vijnë sektori financiar, industria nxjerrëse dhe tregtia me shumicë, por fusha si bujqësia apo arsimi mbeten pothuajse jashtë interesit të huajve.
Ndërkohë, Banka e Shqipërisë thekson se rreth 15% e banesave të shitura këtë vit janë bler nga të huajt, duke treguar një interes në rritje për tregun e pronave në Shqipëri, më i larti në 5 vitet e fundit. Do të kishte më shumë investime në sektorët e industrisë dhe sidomos te teknologjia. Këto lloj investimesh do të prodhonin vende pune të reja, do të jepnin një siguri dhe qëndrueshmëri. Shifrat tregojnë se Shqipëria mbetet një treg i hapur për të huajt, por sfida kryesore është orientimi i investimeve drejt sektorëve që gjenerojnë zhvillim afatgjat. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në vendin tonë për vitin 2025. Washingtoni vlerëson rritjen e qëndrueshme ekonomike të viteve të Shqipërisë si një prej faktorëve më të rëndësishëm për investimet e huaja, siç konstatohet në raportin për klimën e investimeve për vitin 2025. Situata makroekonomike e Shqipërisë është e qëndrueshme. Në vitin 2024, rritja ekonomike arriti në 4%, e nxitur nga rritja e fortë e sektorëve të turizmit dhe pasurive të paluajtshme dhe nga politikat makroekonomike të kujdesshme. Megjithatë, raporti rendit disa faktorë që cënojnë zhvillimin ekonomik të vendit. Emigrimi i fuqisë punëtore të re dhe të kualifikuar ka krijuar mungesa punonjësish që ndikojnë në perspektivat e investimeve. Komuniteti i biznesit raporton se fluksi i madh i të ardhurave të paligjshme nga trafiku i drogës, kontrabanda, evazioni fiskal dhe korrupsioni shtrembron konkurrencën në treg. Investitorët raportojnë se mund të bëhen shenjestër e zhvatjes nga administrata publike, media dhe grupe kriminale. Vlerësime jepen në veçanti për përpjekjet e qeverisë për kufizimin e korrupsionit përmes digitalizimit të shërbimeve publike për qytetarët dhe bizneset. Sipas raportit, korniza ligjore e Shqipërisë është në përputhje me standardet ndërkombëtare për mbrojtjen dhe inkurajimin e investimeve të huaja, si dhe nuk diskriminon investitorët e huaj. Për të adresuar korrupsionin sistemik, Shqipëria miratoi në 2016 ndryshime të gjera kushtetuese për reformimin e sistemit gjyqësor dhe përmirësimin e sundimit të ligjit. Shqipëria ka organe antikorrupsion funksionale dhe të pavarura si SPAK. Reforma në drejtësi mbështetet fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe zbatimi i saj është në vijim me shpresën se suksesi do të përmirësojë eventualisht klimën e investimeve në vend. Megjithatë, raporti përmend edhe sfidat të cilave qeveria po përpiqet t'u jap zgjidhje si ajo për të drejtën e pronës, ku titulli i qartë i pronësisë është i vështirë të sigurohet. Sipas raportit, investitorët raportojnë shpesh raste në të cilat korrupsioni qeveritar vonon dhe pengon investimet. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik-privat ka reduktuar mundësitë për konkurrencë, përfshirje edhe nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektor të tjerë. Tur operatorët në jug të vendit nuk janë të kënaqur me ecurinë e kësaj vere. Edhe pse me më shumë përmirësim dhe kapacitete të shtuara, sezoni veror i këtij viti nuk arriti të përmbushte pritshmëritë. Fluksi i turistëve ishte më i ulët se sa ishte parashikuar, edhe pse vera u zgjat në kohë. Shqiptarët e Kosovës kanë mbetur besnik të Bregdetit të Jonit, por sipas operatorëve turistik, shifrat e tyre gjatë kësaj vere kanë qenë më të ulta. Njëri nga faktorët kryesorë kanë qenë dhe liberalizimi i vizave. Kanë zgjedhur të vizitojnë shtetet e tjera duke lënë pak në hije Shqipërinë. Numër më i ulët ka qenë edhe i vizitorëve të ardhur nga Italia. Në vitin 2023 kemi pasur një invazion të italianëve. Në vitin 2024 patëm një rritje prej 30% të flukseve turistike. Në vitin 2025 tashmë mund të themi që kemi arritur një qëndrueshmëri për sa i përket sezonit veror. Shifrat nga porti i Vlorës për muaj ngusht flasin për një numër të konsiderueshëm të përpunimit të pasagjerëve dhe të automjeteve, e cila është reflektuar në qytet në radhë të gjata trafiku. Gjatë muajit gusht si vjet kanë hyrë në portin e Vlorës rreth 35.000 pasagjerë dhe kanë dalë rreth 39.000 pasagjerë. Po kështu janë edhe mjetet, gjatë muajit gusht kanë hyrë rreth 8.223 mjete. Por ndihmuar nga kushtet e motit, sezoni turistik në Vlorë është zgjatur. Hotelet kanë rezervime edhe për muajin tetor. Clan Explorer është ndalur në Lezhë, një qytet i cili flet me zë të fuqishëm për historinë e kombit shqiptar. Rënoja të Ilire vari i Skënderbeut dhe Kuvëndi i vitit 1444, ku hodhën themelet e Bashkimit Kombëtar. Janë këto disa nga stacionet historike që ofron Lezhë. Çdo vit më shumë, ky qytet po vizitohet nga turistë të huaj që përveç historisë vlerësojnë natyrën dhe kulinarinë. Lezhë është shndruar në një nga destinacionet kryesore turistike të vendit tonë, me plazhet e njohura të Talës, Shëngjinit dhe Ranës së Hedhun. Historia, kultura, tradita, etnografia, letërsia, të gjitha këto e bëjnë Lezhën një vend të paharrueshëm.
Në fund të edicionit të lajmeve do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar për Lezhën. Dhe Washington Post konfirmon se Shqipëria është kthyer në një alternativë të denjë për pushime. Me bukurinë e saj manice natyrore, historinë e pasur dhe mikpritjen e ngrohtë, Shqipëria është një alternativë e denjë për pushimet, madje edhe kundrejt Italisë ose Greqisë. Kështu shkruan gazetarja e The Washington Post Natalie Campton në një artikull të saj pas një udhëtimi një javor në vendin tonë. Natalie, e shoqëruar nga bashkëshorti i saj, nis udhëtimin nga Shkodra pasi kishin ardhur me furgonin e kampingut nga Kroacia e më pas nga Malezi. Shqipëria i duket si një përzierje mes Italisë dhe Greqisë, por turma dhe çmime më të ulta. Ndalesa e parë ishte Shkodra, një rajon i njohur për malet, liqenet, agroturizmin, ecjet në natyrë si dhe historinë e saj. Udhëtimi i vijoi drejt Bregdetit të Jugut në Imar, ku çiftit amerikan i tërhoqi vëmendjen deti jon, që siç e përshkruan shkëlqente në horizont, dhe ashtu siç e kishin parë në Instagram, u ishte jashtëzakonisht i pastër dhe shezlonë të shumt. Pak më tej plazhi i Livadhit, një zonë më pak e zhvilluar por tërheqëse. Pas Livadhit, udhëtimi i çiftit vijoi në Berat, qyteti i njohur për shtëpitë karakteristike që rreshtohen përgjatë lumit Osom, e në fund vizita u mbyll në Tiranë, me premtimin se do të rikthehen për të parë të tjera destinacione turistike shqiptare. Gazetarja e The Washington Post shkruan se zhvillimi në Shqipëri po ecën me ritme të shpejta, me projekte madhore infrastrukturore si aeroporti i ri në Vlorë, që pritet të nisë fluturimet këtë vit, dhe resortet luksoze të Jared Kushner. Dy persona u vranë dhe disa të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë dhe vënies së zjarrit në një kishë mormone në Michigan të Shteteve të Bashkuara. E diele përgjakshme për besimtarët e një kishe mormone në Michigan të SBA-s. Ndërsa zhvilloi shërbesa kishtare, një burr i armatosur hyri me makinën e tij nga pjesa e përparme e kishës dhe hapi zjarr me një armë sulmuese, duke i qelluar të paktën 10 vet. 2 është deri më tani bilanci i viktimave. Sipas policisë, njëri prej besimtarëve u vra me një herë sapo filluan të shtënat, ndërsa tjetri më vonë në spital. Sipas sherifit qytetës Grand Blanc, William Rainey, kisha mori flak kur automjeti u përplas me të, ndërsa brenda ndodheshin me qindra besimtarë. Tymi u pa të dilte nga ndërtesa, ndërsa zjarfiksit hodhen ujë për të fikur flakët. Sherifi shtoi se numri të vdekurve mund të rritet për shkak të zjarrit. Policia nuk e publikoi me njerë emrin e autorit të dyshuar, i cili i vdiq në vendngjarje pas shkëmbimit të zjarrit me 2 oficer që shkuan të parët. Policia tha vetëm se autori është një burr 40 vjeçar nga Burton i Michiganit. Presidenti Donald Trump dhe prokuroria e përgjithshme, Pam Bondi, e dënuan aktin. Trumpi i konsideroi të shtënat një tjetër sulm ndaj të krishterëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtoi se FBI-ja ka marrë në dorë hetimet. Kjo dhunë endemike në vendin ton duhet të marrë fund, me njëherë, tha presidenti. Ngjarja tronditi Grand Blanc, një qytet me 7.700 banor, rreth 97 kilometra në veriperëndim të Detroitit. Filmi historik Liria vdekja që i kushtohet luftës mashkullorës do të vijë për publikun shqiptar me cilësinë e lartë të ngjyrave 4K. Jemi një grusht burrash me kapetan Çerqistopullin. Kështu ishte? Që u kemi hyrë punëve për lirinë e Shqipërisë. Edhe kështu është shndruar pas restaurimit në 4K filmi historik Liria vdekje, që ekranizoi luftën e mashkullorës, betejën kundër pushtimit otoman. Dhe ne akmarrjen do ta bëjmë për lirinë e Shqipërisë. Kanë kaluar 46 vjet që nga prodhimi i tij në 1979, ndërsa ndërhyrja i ka dhënë jetë të re ku diferenca duket në ngjyra, cilësi, ndriçim dhe audio. Premierën e restaurimit e pati me syjeve, që i dhanë zë dhe shpirt karaktereve historike me aktorë të shquar Timo Floko, Kastriot Caushi, Nikola Lambro dhe piktorin e filmit Arben Basha. Mjeshtri skenës Timo Floko në rolin e Çerqistopullit shënjoi një nga rolet më brillante të tij, ku edhe sot për publikun artëdashës, imazhi i Flokos si Çerqizi apo i kundërta është gati i pandashëm. Jemi gjithsej 8 vet. Që nga skenaristi i shuar Vat Koreshi,
autori i skenarit të këtij filmi, dy regjizorët Ibrahim Muçaj dhe Krisaq Mitro, kompozitori të madh Tim Laro edhe shumë të tjerëve. Për aktorin Nikola Lambro, mbrëmja ishte emocioni dyfisht. Më ka marrë malli shumë për ju. Është një pasuri e jashtëzakonshme. Jam shumë i emocionuar se na mungojnë njerëz tan me të cilët ne punuam. Ky restaurim bashkoi dy pjesët e ndara në një, duke përmbushur dëshirën e regjisorëve të ndjer Krisaq Mitro dhe Ibrahim Muçaj. Dhe tani është momenti të ndjekim specialen për Lezhën. Në një zonë të bekuar të veri perëndimit të Shqipërisë, buzujrave të qetat e Adriatikut, shtrihet Lezhë. Nëse Roma njihet si qyteti i përjetshëm, Lezhë e Lashtë cilësohet si qyteti i pavdekshëm. Është thuajse i barazlarguar nga Tirana dhe nga kryeqendra e veriut Shkodra me një distancë prej 61 kilometrash. Qyteti rrethohet nga fushat e mëdha të Zadrimës dhe Torovicës si një tapet i madh shumë ngjyrësh që i ndryshon nuancat në çdo stin. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme në Lezhë ishte ajo e bashkimit të shqiptarëve në kuvendin e Lezhës me 2 mars me 1444 nga heroin kombëtar Skënderbeu, i cili bashkoi princat shqiptar kundër perandorisë osmane. Turi nis me kalan e saj, por historia e këtij vendi daton shumë më përpara saj. Këtu jeta nis ka një vertikale shumë thellë historike, nuk nis fillimisht si fortifikim, nis si vendbanim i periudhës së, që mund të themi, i bronzit, ose periudha tranzitore e kalimit nga epoka e bronzit të hekurit, është e njëkohshme si vendbanim makrolithin dhe atje është ndërtimi i parë, për thama parë protorbane të shtetit Lezhës. Jam nga Londra, kjo është dita ime e dytë në Shqipëri, por jo hera e parë. Është vizita ime e 7 në vendin tuaj. I kam parë pothuaj të gjithë qytetet kryesore, por ndalova në Lezhë për memorialin dhe Kalan. Kam dëgjuar shumë për figurën e Skënderbeut, aqsa unë fillova të lexoja shumë për të. Betejat e tij kundër osmanëve është një figurë fantastike. Ciao Salamanderi, Nemengjez. Por veç Kalas, simboli Lezhës, është edhe memoriali i heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në pjesën lindore, pranë apsidës është edhe varri simbolik, ku bëjmë edhe homazhe, edhe paraqiten 2 armë, kuptohet që nuk janë origjinale, kopjet atyre që ndodhen në Muzeun Historisë së Artit në Vjenë. Shumë pranë tij ndodhet Muzeu Etnografik i Lezhës. Aty ruhet e gjithë pasuria në kostume tradicionale, objekte, armë dhe gjithçka tjetër e vjetër dhe e rrallë që flet më shumë për traditën e zonës. Pavioni i armëve të prodhuara në formë artizanale është ai që pëlqejet më shumë nga turistët. Pasuria më e madhe e muzeut se këtu kemi të ruajtur flamurin më të vjetër shtetëror të Shqipërisë, flamuri i Princ Vitit. Kjo është valvitur nga periudha mars deri në shtator të vitit 1914. Dhe ky është i vetmi flamur, jo vetëm më i vjetri shtetëror që ekziston në Shqipëri, ndër më të vjetrit në Evropë atje, plus kësaj ka një diçka të veçantë. Është i ruajtur në një gjendje fizike shumë të mirë. Një prej veshjeve më të bukura tradicionale të vendit tonë është ajo e Zadrimës, aq e pasur në ngjyra dhe bizhu si asnjë kostum tjetër. Ka në total 37 elementë që gratë zadrimore dikur duhet i vishnin çdo ditë. Veshja e Zadrimës është një veshje shumë e hershme, shumë e vështirë, si për ta ndërtuar, si për ta vesh, si për ta mirëmbajtur. Dominojnë ngjyrat, po kryesisht e kuqe dhe e bardha, sepse përmban monafsh, argjend. Një vlerë e madhe e Zadrimës padyshim që është një nga figurat më të ndritura të kombit shqiptar. Aty lindi Homeri shqiptar Gjergj Fishta në fshatin Fisht të Zadrimës. Në Fisht, shtëpia e fëmijërisë së tij është ende në këmbë. Edhe pse u inaugurua në vitin 2021, kjo shtëpi mbetet të mbyllur për vizitorët, por padyshim një destinacion i rëndësishëm për ata që janë të interesuar për gjurmët e jetës së tij. Pika e dytë e gjurmëve fishtiane ndodhet vetëm 1 kilometër më tutje. Në vendin ku ai lindi, është ngritur qendra memoriale e atë Gjergj Fishtës. Dashurin për fishtën e tij, fshatin e tij të vogël, poeti i ka treguar duke e lartësuar dhe duke e mbajtur si mbiemrin e tij zyrtar. Fishta merr emrin e fshatit kur sigurohet pritësh. Çfarë emri kanë qenë? Noka. Ai ka pasur edhe emrin Zef në lindje, pastaj siç është në rregulli franceskan me posaçërisht, dhe ai nga Zef merr emrin Gjergj
Për një emër, zgjedh një emrin e tij Fishta, një emrin e fshatit të tij ku kishte lindur Fishta. Laguna e Kunevajinit padyshim që është një tjetër pasuri natyrore dhe atraksion i veçantë në Lezhë. 83 vjet si zonë e mbrojtur. Vizitorët mund ta shëtisin me biçikleta apo në këmbë këto oazë të natyrës. Disa nga llojet e shpendëve në fakt që është edhe më evidentueshme edhe nga vizitorët, të cilët dinë janë çafkat, janë bajzat, karabullakët, patjetër që edhe flamingo dhe pelikani, por duke qenë se në momentin që ka shumë lëvizje ato ndoshta struken më shumë në brendësitë e lagunës. Lezhë, me dalje të plot në Bregdet, ofron edhe plazhe mjaft të pëlqyera dhe mjaft të frekuentuara. Edhe pse fund vjesht, vizitorët e huaj po shfrytëzojnë kohën e mirë për të shijuar rërën dhe plazhin e Ranës së Hedhun. Kryesisht kohët e fundit po frekuentohet shumë edhe nga turistët e huaj. Është koha shtatore dhe siç e shihni ju vetë ne kemi lëvizje në zonë, të vazhdojnë dhe frekuentojnë këtë zonë natyrore bukur. Është zonë e virgjër dhe kjo është faktikisht arsyeja pse ata e vizitojnë këtë. Jam nga Gjermania, Rana e Hedhun është e bukur, rëra, deti, gjithçka. No, it's not my first time. Jam nga Gjermania, prej 4 vitesh vi këtu tek Rana e Hedhun. Natyra është fantastike, njerëzit po ashtu. Një tjetër plazh të ripopulluar është edhe Shëngjini. Unë jam ka Hanja Lezit, ka Çalikit, pëlqen ket, deti, to era, muzika, njerëzit. Jam nga Mushtria, Kosova. Ka zhvillim të shumë të madh. Është hera e dytë që vi këtu. Më pëlqen shumë ky vend. Deti është i bukur, njerëzit janë shumë të mirë. Lezhë vijon të mbetet qyteti ku natyra dhe historia ecin përkrah. Këtu përfunduam, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.